3 persona janë shpallur zyrtarisht në kërkim nga policia e Vlorës sa i përket vrasjes së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në lagjen Hajro Çakori në 27 prill. Abuzu News mëson se të gjithë të shpallurit në kërkim ndodhen jashtë vendit. Bëhet fjalë për një shtetas rumun që dyshohet të jetë në rolin e ekzekutorit, si edhe 2 shtetas shqiptar që ka dyshime të forta që kanë marrë pjesë dhe kanë organizuar këtë atentat. Sipas policisë, zyrtarisht në kërkim është shpallur Alessio Dobrozi. Abuzu News mëson se ai ndodhet në Dubai. Ky fundi të njihet si miku i ngushtë i Roam Brahimit që u vra në Athinë kohë më parë. Emri Alessio Dobrozit është i njohur për policinë shqiptare. Në vitin 2021, ai së bashku me Ramazan Rajën dhe Roam Brahimin hynë në një lokal të armatosur në Lezhë. Ndërkohë, për sa i përket shtetasit rumun të shpallur në kërkim, dyshohet se ka kaluar ditën e ngjarjes nga pika e kalimit kufitar Qafbot. I vetmi arrestuar për këtë ngjarje është Erlis Mehmet, ai i cili dyshohet se ka siguruar një makinë tip Range Rover për autorët. Pista kryesore ku po hetohet është ajo e vrasjes për përplasjet mes bandave, pasi dyshohet se Renato Hoxhaj ka patur informacione për disa ngjarje kriminale.